Maska me aloe vera për rini të përjetshme, ja receta. Aloe vera njihet tashmë për vlerat e saj në shëndetin e organizmit. Te vetët e saj përfshihet edhe përmirësimi dhe parandalimi i problemeve të shëndetit të lëkurës. Gjeli aloe verës ka veti shëruese e hidratuese, prandaj është ideal për lëkurën e thatë. Ndihmon kundër tipeve të lëkurës dhe ushqen me të gjithë elementet e nevojshëm. Atë mund ta përdorni gjithashtu si një pastrues të lëkurës. Aplikimi i gjelit aloe verës drejt për së drejti në lëkurën e fytyrës suaj mund të sjellë rezultate të kënaqshme kundër shenjave të diellit, problemeve të moshës, gjithashtu edhe akneve të paqarta të tyre. Aplikimi i gjelit aloe verës në lëkurën tuaj do të sjellë rezultate të mira. Ndaj, nëse doni të përfitoni, e aplikoni atë si një hidratues, jo vetëm të lëkurës, por edhe të gjithë trupit tuaj. Vëmendje: informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të